Dua të them që në ndërkohë ne kemi marrë edhe një angazhim tjetër që tregon të kundërtën e asaj që thuhet nga gota gjysmëbosh, që ta dekriminalizojmë shpifjen për gazetarët. Nuk është se ka pasur ndonjë gazetar të goditur penalisht nga paditë e qeverisë në gjithë këto vite, as nuk ka pasur në fakt padi për gazetarët, sepse i kemi ndaluar të gjitha paditë për shumë vitesh, por kjo nuk shënohet në arsyet për të ndjerë të lirë dhe për të ndjerë me krah të lehtë në punën e gotës gjysmëbosh. Gjithsesi, ne do ta bëjmë dhe këtë hap tjetër, një hap që shkon në drejtim të relaksimit mëtejshëm të situatës së gazetarëve në tërësi, edhe pse unë personalisht nuk besoj se këtu problem është liria e shprehjes, këtu problem në fakt është liria e shpifjes. Por kjo, thash, është temë jo për këtë tryezë dhe nuk duhet të thyej gotën tani. Kështu që shpresoj që i adresova disa gjëra, ka edhe shumë gjëra tjera natyrisht për të diskutuar në këtë kontekst. Por dua t'i siguroj të gjithë që ne nuk jemi thjesht në kushtet kur shprehim vullnet, ne jemi në kushtet kur në mënyrë sistematike dhe këmbgulse përpiqemi që vullnetin e shprehur ta materializojmë me